Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin për ditën e sotme, por edhe gjithë javën në vijim, gjithashtu trafiku deri në këtë moment në kryeqytet. Nisim fillimisht me motin. Sot do të jemi pak a shumë në kushtet njëjtë atmosferike me ditën e dieshme, me ndryshimin e vetëm që në vlerat maksimale do të kemi një temperaturë me 2 gradë Celsius më të ulët se dita e dieshme, ndërkohë që në vlerat minimale do të jemi pak a shumë në kushtet njëjtë atmosferike. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët, siç e shihni, kjo është edhe harta e satelitit dhe parashikimi se si pritet vijojë gjatë ditës moti dhe temperaturat. Në rast se shihni ngjyrën portokalli, tregon që moti do të jetë edhe më i nxehtë, kryesisht gjatë orëve të mesditës, do të arrijnë pikun temperaturat në orën 15 dhe 16, teksa në orën 16 pritet që të kemi edhe temperaturën më të lartë në kryeqytet, që do të shkojë deri në 31 gradë Celsius. Përgjithsisht temperaturat në rajonin ton janë më të ulta se në pjesët e tjera të Ballkanit, do të kemi temperatura më të ulta se ata të paktën për 2-3 ditët në vijim, teksa vendin tonë ka kapluar një valë vranësirash, e cila pritet të kalojë gjatë mesjavës. Siç e shihni, ngjyra portokalli e errët tregon edhe intensifikimin e temperaturave gjatë orëve të drekës, kryesisht rreth orës 15 dhe 16. Më pas do të kemi një rënje të konsiderueshme temperaturave deri në 28-27 gradë gjatë orëve të pasdites dhe më pas gjatë natës dhe gjatë mesnatës në 18-19 gradë Celsius. Ndërkohë, përsa i përket ditëve në vijim, me njëjta situatë atmosferike pritet vijojë edhe nesër, me ndryshimin e vetëm që ditën e nesërme do të kemi një rënje të konsiderueshme temperaturash, jo në ngjyrë jashtëzakonshme, por gjithsesi deri në 2-3 gradë Celsius në kryeqytet në vlerat maksimale. Por gjithsesi do të kemi një mot të kthjellët dhe pa vranësira të paktën pasditën e nesërme të mërkurën, të njëjtën dhe të premten. Ndërkohë, nesër dhe pastesër do të kemi një temperaturë që është deri diku konstante, deri në 28-29 gradë Celsius, dhe të njëjtën të premten pas do të kemi një rritje dhe rikthim temperaturave të larta. Kështu që ende nuk jemi në pikun e vapës, paktën nesër dhe pas nesër do të kemi një freskim të motit në vlerat maksimale gjatë orëve të mesditës, por gjithsesi temperaturat e larta do të kthehen të njëjtën dhe të premten, ku pritet të shkojnë deri në 34-35 gradë Celsius ditën e premte. Për sot do të kemi edhe një kalim vranësirash gjatë pasdites, rreth orës 16, 17 dhe 18, por gjithsesi maksimumi mund të ketë ndonjë rreshje shiu me intensitet shumë të ulët në zona të ndryshme të vendit dhe jo në të gjithë vendin. Nuk do të përfshihet i gjithë territori, por në zona specifike mund të kemi rreshje shiu. Ky ishte parashikimi i motit. Shohim shkurtimisht tani edhe trafikun në kryeqytet. Sot është ditë e hënë, kemi një rikthim të aktivitetit institucional pas 2 ditësh pushim. Shohim se si paraqiten trafiku deri në këto momente në kryeqytet. Jemi në kushte pak a shumë të njëjta trafiku me ditët e kaluara, nuk ka ndonjë fluks jashtëzakonshëm prej mbikalimit të Rinasit deri tek mbikalimi i Kamzase deri tek kthesa e Rinasit ka pak trafik, por jo në një gjë jashtëzakonshme. Në ardhje në autostradën Tiranë-Durrës në drejtim të Tiranës, pra Durrës-Tiranë, pranë kryeqytetit, pranë mbikalimit Kamzës ka pak trafik, edhe në dalje në Elaprakës, që është dalja nga autostrada dhe nga Unaza, ka pak trafik, por jo në një gjë jashtëzakonshme. Unaza e madhe duket në rregull, pak trafik edhe në Elaprakë te semaforët. Hyrje daljet e Unazës te liçeni në Selit nga 2 asense televizjes kam pak fluks mjetesh, por jo në një gjë jashtëzakonshme. Si zakonisht, pas ka pak. Dalja e Selitës pas ka disi, nga të dyja krahët. Dalja e Selitës është e ngarkuar. Edhe dalja e liçenit gjithashtu, daljet e fabrikës e miellit nga Unaza e madhe gjithashtu është e ngarkuar. Trafiku në daljen e liçenit nis ka që para kopshtit botanik, kështu që si zakonisht është paksa me fluks mjetesh. Gjithashtu e ngarkuar është edhe hyrja juglindore e Tiranës, rruga Elbasanit është me trafik të shtuar mjetesh, si zakonisht, nga varrezat e dëshmorëve deri te rrethrotullimi i ekonomikut. Trafiku më pas edhe në rrugën e Elbasanit vijon nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja deri tek kthesa e Higjenës ka pak trafik.
pjesa tjetër më pas duket në rregull. Mundohuni të përdorni unazën e vogël, më shumë se sa unazën e madhe, kush nuk ka distancat mëdha për të bërë, për shkak se hyrjet daljet janë ngarkuara, por edhe në unazë vogël trafik ka nga materniteti i ri e deri tek Ministria e Jashtme, më pas nga Ministria e Jashtme, isha të shëja deri te ura e tabakve. Më pas kthesës te ura e tabakve, nuk ka më trafik. Kështu paraqitet trafiku deri në këtë moment në kryeqytet. Ne me trafikun do ta mbyllim këtu. Koha për të zgjuar për ditën e sotme, koha për të zgjuar i kthehet sërish nesër në orën 7:00. Deri atëherë kaloni sa më bukur.